Përshëndetje dhe mirë se vini me Noli TV. Në deri madhe kënaqësia ime e madhe është që sot jam pranë presidentës tonë të Kosovës, zonjës Vjosa Osmani. Rrugtimi yt, lidhshmëria juaj këto ditë si ka qenë? Ka qenë një vizitë jashtëzakonshme me shumë aktivitete në interes të Kosovës dhe tani jemi këtu në Philadelphia dhe kishim derin e veçantë që të vizitojmë shoqatën Bi të Shqipës, e njëkohësisht edhe shumë bashkëdhetar, motra e vëllezër që jetojnë dhe punojnë këtu dhe kishim mundësinë që t'i japim një falënderim të veçantë për kontributin që e kanë dhënë në kohët më të vështira për Kosovën, por edhe për kontributin që e japin sot në mënyrë që zëri ynë të dëgjohet edhe këtu në institucionet amerikane. Do të vazhdojmë të punojmë së bashku në mënyrë që sa më shumë të forcojmë kombin tonë dhe sa më e fortë që të jetë mërgata jonë këtu në Amerikë, aq më e fortë do të jetë edhe relacioni dhe aleanca jonë me SBA-t. We have a Micah O'Toole. Actually, we are from Channel 14, from Rock Hill Community TV. If you want to say some 2 words for the American. My message to Americans here in Philadelphia or wherever they live is always a message of deep gratitude. It's a message that I carry on behalf of all the people of Kosovo, the United States of America, and whether it's men and women in uniform or it's diplomats or volunteers and communities all across America have been fundamental to our path towards freedom, independence, and democracy. And not only during our darkest hours when they stood by us and supported us, but also today, they continue to be the strongest rock that keeps us forward. And for that, we are eternally grateful. And in turn, of course, America can count on the Republic of Kosovo as a steadfast ally no matter the challenges. Një fjalë shqip, të paqim gjithmonë. Faleminderit edhe unë ju paqa juve gjithmonë.